izolluar me ashtu familje me myt krejt. Ta vesh nëse dojnë me myt krejt në rregull është. Thonë të gjithë kushtet janë të mjerueshme. Këta po më duket asnjë nuk po e dinë so keqen të ikë njerëz. Protesta është shumë e mirë. Është thonë shumë e paqësore. Kategoritë të persona masit kufizuar sidomos për krahjes. Familje nevojë, unë ndihmoj familje nevojë që 5 vjet. E kam një shoqat fondacion që ndihmoj familje nevojë, edhe me thonë të gjithë kushtet janë të mjerueshme. Këta po më duket asnjë nuk po e dinë so keqen të ikë njerëz, sidomos të mbështetjen trim s'ka të merr. Do me thënë shqiptarët i kena luftë për mbijetisë. Unë me thonë drejt po, se ju nuk e dini çka ndodh në terren, po unë që më ka që gati 6 vjet, është merr. Unë nuk e marr më shumë veç as periudhën e mas luftës besoj që unë më keq për mbijetesë se tash. Me i përkrom jo dhomë shtetit që më shumë persona me nevojë dhe qënta besa familje me nevojë, jo veç me ashtru, si të thojmë kone jonë të ka qenë të izolluar me ashtru familje me myt krejt. Ta veç nëse dojnë me myt krejt në rregull është.